Këshilli Bashkiak I Shkodrës ka zhvilluar mbledhjen e radhës ku janë miratuar një sër vendimesh që prekin shërbimet publike, mbështetjen sociale dhe projekte zhvillimore në territorin e bashkisë. Këshilltarët miratuan dhënien e pëlqimit për trajtimin e pasurive numër 805 dhe 806, sipas parashikimeve të ligjit numër 21/2025 për paketën e maleve, si dhe listën e subjekteve që do të njihen si posedues jo pronar, së bashku me plan rilevimet për katër në zonat e zhvillimit të Bashkisë Shkodër. Mes vendimeve të rëndësishme është miratimi I përdorimit të fondit shtesë mbi fondin e kushtuzuar për ndihmën ekonomike deri në 6% për muajin maj 2026, si dhe dhënia e ndihmës financiare për qytetarët që kanë pësuar dëme nga zjarret. Në fushën e sportit u la miratimi për nënshkrimin e marrëveshjes së investimit me Federatën Shqiptare të Futbollit për rikonstruksionin e terreneve sportive në kompleksin Zmijani, ndërsa në sektorin e arsimit u miratuan planet për përmirësimin e shërbimit në arsimin parashkollor dhe atë parauniversitar. Po ashtu Këshilli Bashkiak miratoi subvencionimin e transportit qytetas dhe rreth qytetas të udhëtarëve, si dhe një ndryshim në vendimin e mëparshëm që lidhet me rrjetin e linjave, stacionet e qëndrimit dhe tarifat e biletave të transportit publik. Sipas Bashkisë Shkodër, vendimet e miratuara synojnë rritjen e cilësisë së shërbimeve publike, mbështetjen e shtresave në nevojë, përmirësimin e infrastrukturës sportive dhe arsimore, si dhe nxitjen e zhvillimit të qëndrueshëm në të gjithë territorin e bashkisë.